Sot me një ceremoni rasti e ku ishin kryetari i komunës së Prizrenit Sheqer Totaj, drejtoresha e DK Selulieta Vesela Gutaj dhe ambasadori i Bullgarisë në Kosovë Hristro Krajveski. Sot në praninë të drejtoreshës së shkollës Izvor në Lubinje të Epërme dhe stafit të kësaj shkolle u bë përurimi punimeve sportive në shkollën e Lubinjes së Epërme, donacion nga ambasada bullgare në Kosovë. Kryetari Totaj tha se investimet në sport dhe arsim janë më të mirat investime që kanë për qëllim ruajtjen e shëndetit, sepse sporti dhe rekreacioni janë të rëndësishme për njeriun dhe veçanërisht për nxënësit. Besoj që investimi sado i vogël qoftë ai do të ndikon pozitivisht për mirësimin e kushteve infrastrukturore që të rritë të mirën me sport, edhe sporti e dim që është një kontribut në përmirësim dhe mirëmbajtje të shëndetit, edhe ma mirë të mirën me sport edhe me kulturë, se sa me politikë, se sporti dhe kultura janë gjithmonë më të mira edhe më të rëndësishme. Po edhe njëherë për shfrytëzoj rastin me falenderoj ambasadorin për kontributin e tyre, për përkushtimin e tyre, do të jemi në koordinim dhe në bashkëpunim të më të utjeshëm, sepse këta kanë edhe programe tjera, edhe na gjithmonë jemi të gatshëm që të japim kontributin ton për atë sa do të kemi mundësi. Edhe ambasadori i Krajevski po kështu tha se ky donacion ka edhe një simbolik sa i përket rritjes së bashkëpunimit mes Bullgarisë dhe Kosovës, e veçanërisht edhe me Prizrenin dhe kryetarin Totaj. We expect big effects to the people and I'm very happy that we share the same vision with my friend the mayor of Prizren. Është shumë e rëndësishme që ne kemi vizionin e njëjtë bashkë me kryetarin. And we will continue to cooperate on this issue. Drejtoresha e DK-s në Prizren Lulieta Vesela Gutaj falenderon këtë donacion për këtë fushë sportive dhe njëherët premton se në këtë shkollë së shpejti do të fillojnë investimet e renovimit të tërësishëm të kësaj shkolle. Bëni investim siç po shihni një terren sportiv bashkë me shtyllat të cilat i ofrojnë kushte nxënësve për me ushtru sportin e basketbollit. Ne jemi falënderues për mbështetjen. Sado që tjetë shuma është një vlerë simbolike, mirë po shumë domethënëse dhe jemi mirënjohës për këtë investim. Kurse në këtë shkollë do të vazhdojnë renovime, do të ketë një renovim tërësishtëm të shkollës që do të jetë nga buxheti i drejtorisë së arsimit dhe një pjesë do të jetë nga fondi kontrata që kemi për eficiencë me Bezhin. Drejtoresha e shkollës Izvor në Lubinje të Epërme Nexhmia Zeqirović ka falenderuar donacionin nga ambasada bullgare dhe DK-an, si dhe kjo padyshim se rritë aktivitetet të nxënësve të shkollës tonë, tha ajo. Falënderimi i veçantë për ambasadën bullgare edhe për drejtorinë komunale të arsimit edhe për kryetarin e komunës që po na mbështesin në punën tonë. Besojmë në investime të reja, në renovime të reja edhe presim një bashkëpunim edhe më të mirë. Në këtë rast me një fletë falenderimi, drejtoresha nderoi kryetarin Totaj, ambasadorin, drejtoreshën e arsimit dhe drejtorin e shëndetësisë për vizita sistematike që po bëhen në shkolla. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25.